Në shkollën profesionale Petro Sota në Fier u zhvillua forumi mbi sigurinë publike dhe parandalimin e krimit tek të rinjt në kuadër të projektit Skuadra e Sigurisë Publike 2, partner për një komunitet të sigurt, zbatuar nga Qendra Epoka e Re me financimin dhe mbështetjen e qeverisë suedeze nëpërmjet programit të policimit në komunitet. Gjatë forumit, përfaqësuesit e policisë së shtetit theksuan rëndësinë e bashkëpunimit të gjithë aktorëve lokal, shkollës, familjes, komunitetit dhe institucioneve për të parandaluar krimet dhe sjelljet me risk tek të rinjt. Ata informuan të pranishmit mbi llojet e kundërvajtjeve penale më të shpeshta në qarkun e Fierit dhe faktorët që ndikojnë në rritjen e rasteve në grup moshën 14-18 vjeç. Përfaqësuesja e shërbimit të provës prezantoi elementët kryesorë të kodit penal për të mitur, masat që merren ndaj të rinjve në kontakt me ligjin dhe rëndësinë e ndërhyrjes së hershme në rastet me risk. Ajo nënvizoi se informimi i të rinjve mbi pasojat ligjore është një hap i domosdoshëm për parandalimin. Nga ana tjetër, psikologja dhe stafi pedagogjik i shkollës theksuan bashkëpunimin e vazhdueshëm me prindrit dhe të rinj për të identifikuar dhe trajtuar raste problematike, veçanërisht në klasat e 10-ta, ku vjen re sfidat më të shpeshta të përshtatjes dhe sjelljes. Forumi ofroi një hapësirë të hapur dialogu, ku të rinjt shprehën shqetësimet dhe pyetjet e tyre, ndërsa aktorët institucional ndan këshilla praktike për mbrojtjen dhe sigurinë e tyre. U theksua se parandalimi është një proces i përbashkët dhe i vazhdueshëm, ku roli i të rinjve është gjithnjë e më thelbësor. Të punshëm që mos të ndodhi në sidonse të shkollës tonë. Ashtu sikur se ju kam thënë, dhe apo përsëris për herë, gjithmonë. Nuk dua në asnjë mënyrë që asnjë fëmijë të emocizohet, në asnjë mënyrë dhe kur them e teksojnë të notë. Ndihma nga ajo nuk u bën asnjëherë, dhe ashtu sikur se shikoni sot partinë e gjithë aktorëve të cilët ndihmojnë në zgjidhjen dhe parandalimin e